Selam aleikum o gjendëruar. A lejohet në namazin e vitrit me xhamat, imami ta lexon duan në gjuhën shqipe. Nga se këtu ku jemi në Zisër, imami e bën duan shqip, Allahu ju nderoft. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në atë që ne e njohim nga argumentet e përgjithshme, nuk lejohet imami me bë dua në gjuhë tjetër përveç gjuhës arabe në namaz me xhamat, në namazin e vitrit. Dhe atë dy argumente. Argumenti i parë në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad. Kushdo që në fen tonë bën diçka që unë e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk unë bën ashtu, ajo është e refuzuar. Fa huwa rad, ajo është e kthyme prapë zëvlen kur gjëheq. Nëse kthehemi në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pyesmi a ka bën dua ndonjëherë në namazin e vitrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ndonjë gjuhë tjetër përveç gjuhës arabe, përgjigjja është ja. Atëherë me që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bën, nuk bëjmë asnjë. Çështja forma e dytë argumentimit është forma e argumentimit të përmet sahabëve. Për shkak se ehli sunneti dhe xhamati mbështeten në librin e Allahut në Kur'an, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi sahaba sipas kuptimit sahabëve të argumenteve. Sahabët çish i kanë kuptuar çeto argumente? Sahabët çish i kanë kuptuar namazin e vitrit, a bën mulut edhe në gjuhë të tjera apo veç në gjuhën arabe? Dhe historia na del kështu. Kërkush prej sahabëve, kur nuk ka ndodhur që në namazin e vitrit me lut në lutje tjera, me gjuhë tjetër, edhe pse ka pas sahabi që nuk kanë qenë arab. Edhe ka pas sahabi që kanë ditë gjuhë të tjera, se kanë pas gjuhën e vet, shqyrton me gjuhë nënës, gjuhën arabe, kanë pas gjuhë tjetër, por nuk ekziston asnjë argument i saktë që dikush prej sahabëve në duan e vitrit e ka bën në gjuhë tjetër përveç gjuhës arabe. Dhe forma tjetër e argumentimit gjithashtu me sahabët në kohën e Omer ibn Khattabit, atë që është e transmetuar me saktë, dikush për njerëzve në krahinat e shtetit islam që nuk kanë folur gjuhën arabe pasi që në kohën e Omer ibn Khattabit u zgjeru territori shtetit islam edhe kanë hyrë në islam vende të shumta që s'kan qenë arab, dikush për njerëzve ka kërku të Omer ibn Khattabit duke qenë khalife me leju në namazin e vitrit me bë dua në gjuhën e vet, edhe Omer ibn Khattabit e ka ndaluar. Këto janë tre format e argumentit ose argumentimit për të cilat ne mbështetemi dhe mendojmë se nuk lejohet me u fal imam në gjuhën shqipe në namazin e vitrit me xhamat. A ka dikush që ka thënë lejohet? Ka. Ajo është apel dietarëve të mëdhaj, po. Por se fjala e tyre për neve krahasim me veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk vlen, edhe fjala e tyre në krahasim me veprimet e sahabëve nuk vlen, edhe lejimi i tyre përballë ndalesës që ka bërë Omer ibn Khattabi nuk vlen. Nëse Omer ibn Khattabi e ka ndaluar, e Abu Hanifa apo dikush tjetër ka thënë lejohet, ndalesa Omer ibn Khattabit është më e fortë se sa një lejesë që ka bërë dikush e dietarëve që ka qenë më vonë. Ata që nuk e kanë lejuar edhe nuk e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka vepruar sahabët, edhe ka ndaluar Omer ibn Khattabi, normal janë mbështet në atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka vepruar direkt. Ata që e kanë lejuar, pe dietarëve, kretë lejesën që ka e bën krahasim të argumenteve. E bën krahasim të argumenteve, duke thënë se duaja nuk është pjesë sigur që është namazi, këtu të leximi
e elhamet të leximit të surës, por bën pjesë sikur të sejdja, sikur bën pjesë të tejatit e të tjera, por argumentet e tyre nuk janë të fuqishme në krahasim me praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe praktikën e sahabëve, dhe përfundimisht themi se nuk lejohet që imami në namazin e vitrit, duke thënë me xhamat, dua dhe kunutit, me lexuar në gjuhë shqipe këtë rast, se çfarë do gjuhë që nëse imami është në nacionalitet tjetër, wallahu a'lam.